Mjeku çudit botën, ja çfarë shkakton kafeja turke në trupin tuaj, do ngeleni pa fjalë. Kafeja turke është ndërpije që konsumohet edhe pëlqehet më shumë në vendin tonë. Kokrat e kafes janë të kultivuara më së shumti në Amerikën Latine, në Azinë Jugperëndimore dhe në Afrikë. Një filxhan kafe turke mund të sjellë dridhje duarsh dhe ankth te ata që nuk janë mësuar ta pinë. Nga ana tjetër, kjo kafe kur konsumohet e tepërt për shëndetin mund të shkaktojë edhe efekte anësore, për cilat janë përfitime shëndetësore të pirjes së kafes së turkes. Rrit vigjilencën dhe përqendrimin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shpesh kemi parë studentë që janë në natët e vona në mësimet për provimet dhe konsumojnë kafe turke. Edhe pse nuk është aq e fortë si disa lloje të tjera të kafes, ajo është mjaft e fortë për të na mbajtur zgjuar dhe për të përqendruar në punën tonë. Kafeina, të cilën ajo e përmban, është një stimulues i njohur i trurit ku rrit vigjilencën, shton vëmendjen dhe zgjuarsinë. Një filxhan kafe në ditë gjithashtu mund të rrisë edhe nivelin e procesimit të informacionit. Reduktimi i riskut të problemeve të gjirit mund të vijë nga konsumi i kafes turke. Sipas disa studimeve, pirja e më shumë se 4 filxhan kafe turke në ditë ndihmon në uljen e riskut të problemeve të gjirit. Diabeti. Konsumi i kafes është potencialisht proaktiv kundër zhvillimit të diabetit të tipit 2 te gratë e moshës së re edhe ato të moshës së mesme. Sëmundja e Parkinsonit. Konsumi i rregullt i kafes zvogëlon riskun e sëmundjeve të Parkinsonit. Ekspertët këshillojnë që të konsumoni të paktën një kafe çdo ditë, për të përmirësuar shëndetin dhe për të mos ndikuar negativisht në çështjet tuaja imunitare. Çdo ditë anvisa shqiptare përballen me mëdyshje, sfida dhe punë. Përpara se të përballeni me këto sfida, tradita e kërkon një filxhan me kafe turke. Shkencëtarët kanë kryer disa studime në lidhje me jetëgjatësinë e njeriut në zonën e Ballkanit dhe të Mesdheut në përgjithësi, të cilët pinën kafe turke ose siç njihen ndryshe, kafeja e bluar i mët. Kafeja ka origjinën nga Kafa në Etiopi, megjithatë emri i saj vjen nga arabishtja, që përkthehet e verë. Kafeja e parë është prodhuar në Yemen, ku shumë besime pinin kokrat e kafes të tretur në ujë për të qëndruar zgjuar gjatë luatjeve. Në Yemen, në vitin 1517, kafeja rrugëtoi në Stamboll. Asa kohë Turqia zbuloi se me kokrat e kafes mund të përgatisni një pije të shijshme, të athët dhe me një ngjyrë të zezë, me anë të cilës mund të merrnin shumë energji dhe të shuanin urinë. Gjithashtu, kafeja është një nga pijet më të konsumuara edhe në vendin tonë. Të quash kafe turke vetëm një pije është e nënvlerësuar, është një ritual, një bisedë dhe një mënyrë se si paraardhësit e saj e përdornin atë. Rrënjët e kafes shkojnë më thellë. Lani Kingston, pedagog i asociuar në Portland State University, thotë se një kokër kafeje e shekullit të 12 është gjetur në një sit arkeologjik në Emiratet e Bashkuara Arabe rreth vitit 1350. Veglat e shërbimit të kafes shfaqen në Turqi, Egjipt dhe në Persi. Historia e kafes turke filloi në Turqi, por edhe në Yemen. Gjithashtu, në vitin 1539, admirali Osman regjistroi një pronë që përfshinte një kave odasi, ose dhomë kafeje. Sipas Kamel Kavdar, profesor në Harvard, autori një punimi akademik për kafen, ajo është pirë dhe cilësuar si një nga kafet më të mira për shëndetin. Kafeja është një nga pijet mjaft më të mira që mund të konsumohen brenda normës lejuar dhe t'japin një sër përfitimesh. Pal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu ajo duket mjaft e shëndetshme. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë rrezik shumë më të ulët të disa lloje të problemeve. Këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj, sipas Healthline, nga konsumi i kafes. Mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë gjithashtu më të zgjuar. Kafeina bllokon neurotransmetues frenues të trurit, çka shkakton një efekt stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Kafeja mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin.
Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit. Mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësimin e dukshëm të performancës fizike. Përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Mund të ulë riskun e diabetit të tipit 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një rrezik më të ulët të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kafeja mund të mbrojë nga sëmundja e Alzheimeri dhe demantina. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët për të prekur nga Alzheimeri, që është shkak kryesor i demantinës në të gjithë botën. Mund të ulë riskun e Parkinsonit. Personat që pinë kafe kanë deri në 60% më pak risk për të prekur nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafeja mund të mbrojë shëndetin tuaj të mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët të cirozës, e cila mund të shkaktohet nga disa sëmundje të cilat prekin shëndetin e mëlçisë. Kafeja është një pije shumë e mirë edhe për ata persona të cilët bëvuajnë kryesisht edhe nga depresioni. Kafeja do ju bëjë që t'jeni më të lumtur. Kafeja duket se do të ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë dramatike riskun e humbjes së jetës. Kafeja mund të mbrojë kundër disa llojeve të problemit të radikaleve të lira dhe t'japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë kafen si një zgjidhje shumë të mirë ushqyese. Ajo është një mburojë shumë e mirë e trupit kundër disa llojeve të problemeve që mund të shfaqen nga radikalet e lira. Problemet të mëlçisë dhe kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirësit e kafes kanë një rrezik më të ulët për të pësuar këto probleme. Kjo fal elementeve ushqyes që kafeja i përmban me shumicë dhe mund të mbajë gjithashtu larg probleme të tilla. Pirësit e kafes mund të kenë një përmirësim më të mirë të shëndetit të tyre fal elementeve ushqyes që kafeja i ofron me shumicë. Kafeja nuk shkakton probleme të zemrës edhe mund të ulë riskun e goditjeve në tru nëse e konsumoni si duhet dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Kafeja mund të shkaktojë një rritje shumë të butë të presionit të gjakut, e cila gjithashtu mund të zvogëlohet edhe me kalimin e kohës. Por pirësit e kafes duhet të jenë të vëmendshëm edhe me numrin e sasive të kafes që mund të konsumojnë gjatë ditës. Kështu duke konsumuar kafe brenda normës së lejuar, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbërslëndse. Ekspertët e cilësojnë pirjen e kafes si një nga alternativat më të çmuara që mund t'i jepni organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kafeja mund t'ju bëjë të jetoni më gjatë. Disa studime sipas Healthline tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët për të pësuar një humbje më të shpejtë të jetës, edhe kjo si pasojë e përfitimeve kryesore që do të merrni nga konsumi i kafes. Kafeja është një burim shumë i mirë i antioksidantëve perëndimor. Kafeja gjithashtu është e pasur me antioksidantë të fuqishëm, të cilët mund të bëjnë ballë një sër komplikacionesh dhe t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. E pasur me antioksidant, kafeja mund të rrisë përfitimet e shëndetit dhe trupit tuaj. Ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët nuk konsumojnë fruta dhe perime në sasinë e duhur. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e kafes pa i shtojca të ndryshme ëmbëlsuese, kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të plota dhe gjithashtu mund të cilësohen si një mburojë e vërtetë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Pijeni kafen brenda normës lejuar në mënyrë që të merrni përfitimet edhe të evitoni kështu ndikime negative të tyre në shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.